Ajo është pis. Tani ju patët një periudhë që nuk flisit me njëri tjetër, Jo, apo? jo, unë për shkak periudhës e kom qenë shumë i zonë. Në Amerikë një periudhë kur ka vendos që i ka me ardhë, nuk kthy. Edhe aty është masi peripetit e jetës, nuk i kohë për vetën, lemo për tjertë. Dhe kështu që, ja. Po që kështu jeni shumë miqë, të Po, vërtet, dhe keni shumë humor të dy. A i tregon shumë për saleta. Po, se i kemi... Po ti je jaftë në Barsaleta? Pa, është pakin dytë. A ishtë plus 18. Po, plus 18, mas orës 12. Po, e ka sensin fantastik të humorit dhe nuk e ka... E kanë... Tash gjenerat të tjera edhe e kapin nuk e kanë, se kanë problem. A i hynë edhe të gjenerata zë? Po, absolutisht. Edhe kështu që nuk e kanë problem. Kishte thënë një intervjist që me Sinan, vlla Saliun, kam shpenzuar më shumë kohë se me çdo femër në jetën. Po, vërtetë. Shumë e lezetshme. Shumë e vërtetë. Se keni qenë gjithë kohës bashkë. Bashkë, po. Domethënë kemi në koncerte. Prej Amerika, Australi, e Zeland, Evropë mos flasim më. Në Kosovë, Shqipëri, gjitha trojet shqiptare kjo, domethënë ajo është lëvizje me mija kilometra. Edhe qa u bashkon përveç se... Edhe sensi humorit edhe ajo prapa skena. Prapa skena që është... Që pi një gotë birë, një gotë ven, një bën një shqirë, bën shqirosht. Kur e zbraz vehtën prej energjisë të akumulume prej stresit. E atër është, ajo humori maj mirë është atër. Edhe normalisht humori maj mirë është në favor, në gjithmonë kërë e bën në favor tonin, autokritik, humor autokritik. Po, autoironia. Po. Ta në një Barsalet që i ke treguar Roberti, do në e tregosh të? Apo si e për Barsaleta? Si e për atatina. Ajo është pis.